me konguru. Unë nuk menoj që Bedri Hamza është profili i duhur për modheq PDK-n. PDK veç njerë ka provu Bedri Hamzën, nuk i ka fitu zgjedhjet, ka nuk i di që ka lyp, domethënë prap me pas Bedriu. Bedriu është profil teknik, ka shumë figurat njëra, ka shumë figurat mesme, pse u dasht Bedri Hamza një njeri që veç i ka hup një parë zgjedhje, e hupi garën Mitrovic, edhe prap hini domethënë kryetar, Se ka hup e garën, Mitrovic se ka hup e ka hup pa tjetër. Domethënë gjithçysh i ka hup Bedriu. Bedriu ka qenë kryetari PDK-s Mitrovic. Fatura për humbjen e zgjedhjeve në Mitrovic, po thonë që duhet më i shku Bedri Hamzës. Bedri Hamzës patjetër, ai ka qenë kryetar, ai ka qenë shembull i qeverisjes në Mitrovic. Nëse domethënë ai ka zgjedh një pasues vetin edhe nuk e ka përkra, edhe nuk kanë pas projekte që ka me prezentu, domethënë ai ka hup. Po, në zgjedhje nacionale nëse shohim performancën e tij dhe në vota, pati ngritje. Ngritje shumë e vogël, kanë mas një keq qeverisje jashtëzakonisht madhe, një jo seriozitet në qeverisje 4 vjeçar. Mbas ketë aty në skandaleve, një rritje qaq e vogël kanë shumë minimale. Po thotë që nëse kish qenë një kandidat tjetër, e kish mujt kurten? Jo, nuk kish mujt, nështë nuk i kish mujt kurten, po ish ngrit të opozit.